Selam aleikum vëllezër dhe motra të nderuar. Gjendemi para objektit të xhamisë tonë të re. Ky projekt gjigant ka filluar që një vit dhe është e gati në përfundim. Elhamdulillah. Ky objekt do të jetë në shërbim për të gjithë muslimanët. Ky objekt nuk do të jetë vetëm një vend për të falur, por edhe më shumë. Qendër për rini, qendër për mësim besimin fetar, për mësimin e gjuhës shqipe, aktivitete fetare dhe kombëtare, vend takim për baballarët tanë, një fole e sigurt e tashmes dhe së ardhmes. Jo vetëm kaq, por edhe për ty një sadakar jetëse për këtë botë në botën tjetër të ahiretit. Të nderuar vëllezër e motra, u rikujtoj se çdo shkronjë e cila mësohet nga Kurani famëlar në këtë vend, ju do jeni pjesëmarrës në shpërblim. Çdo namaz apo adhurim që i bëhet Zotit Madhreshëm në këtë objekt, në këtë xhami, ju përsëri do të jeni pjesëmarrës në shpërblim. Çdo dituri e cila përvetësohet, kultivohet dhe shpërndahet tek brezat e ri, ju përsëri do të jeni pjesëmarrës në shpërblim. Dhe po ashtu çdo iniciativë mirë në ndërtimin e shoqërisë dhe të familjes, ju përsëri do të jeni pjesëmarrës në shpërblim. Prandaj ju ftoj që të kontriboni sot që nesër ta marrim së bashku shpërblimin. Prandaj në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, ku shpërblimet shumëfishohen, shfrytëzoje edhe ti këtë rast dhe kontribo. Dhe mos mendoni që ky kontribut do të jetë vetëm për ti, do të jetë shpërblim edhe për familjen tënde, për prindërit e tu të gjallë, por të mos t'i harojmë edhe ata prindër tonë të dashur që kanë ndruar jetë, që me këtë kontribut tëndin do të jetë me njëherë gëzim, lehtësim dhe shpërblim për ta. Mos prit, nxito, kliko butonin më poshtë dhe dhuro për përfundimin e xhamisë.